Redona ka 10 vjet që punon me jahte, ka shëtitur gjithë oqeanet e botës, ka ndruar nuk e di sa jahte ndodhet Shqipëri me pushime. Redona, sa vjet ke që merresh me jahtet? 10 vite. 10 vite? Po. Tani jahti i fundit që punon, sa i madh është? 140 metra, i lançuar në 2026. 140 metra, i bie tjetë një nga jahtet më të mëdhenj të botës apo jo? Po, është një ndër jahtet më të mëdhenj, edhe më të bukur. Edhe më të bukur. E sa kushton ky jaht? Rreth 600 milion euro. 600 milion euro jaht. 600 milion euro dhe ka një pronar, ë? Po, vetëm një pronar. E sa veta punoni ju në këtë jaht 140 metra? 50 veta, po ndonjëherë edhe 60 në bazë të kërkesave të pronarit. 50-60 veta. Po ti vetë çfarë pozicioni ke? Unë jam head of service ose në Shqip mund të ishte shefja e shërbimit. Pra merrem direkt me ftuarit. Çfarë merresh? Me të ftuarit, kërkesat e tyre, me shërbimet e vakteve të ndryshme, me trajnimin e vajzave të interiorit që kanë lidhje me shërbimin, pra menaxhoj skuadrën e shërbimit. Po ti nuk vendos menyn, po themi gjëra të tilla. Ato bëhen në bashkëpunim me shefin e kuzhinës, por çdo gjë që ka lidhje me shërbimin e të ftuarve është përgjegjësia ime. Janë shumë tekanjoz njerëzit e jahteve? Në përgjithësi po dhe me të drejtë. Në ç'kuptim? Janë tekanjoz sepse bën fjalë për persona që kanë një pasuri të konsiderueshme dhe janë mësuar gjithmonë. Njëri që ka jahtin 600 milion euro, 140 metra të gjatë, 60 vetra personel, kush e di sa tekanjoz duhet jetë? Në fakt jo aq shumë sa do mendonim ne, kam njohur njerëz të thjeshtë janë shumë herë më tekanjoz, por ka ato kërkesa specifike që me të drejtë duan plotësuar. Mirë, ai kërkon shërbimesh normal për cilin je pajtuar në punë, po nuk është se janë të bezdisshëm. Jo, nuk janë, jo. Më shumë të ftuarit se sa vetë pronari. Sa pronar ke ndruar? 12. 12 pronar, po sa jahte? 12 jahte. 12 jahte, nga sa i madh? Nga 42 metra deri në 140. 42 metra ka qenë jahti i parë që ke punuar? Po, dhe më i vogël. 12 pronar, kanë qenë shumë tekanjoz, si ndryshojnë pronarët? Ndryshojnë nga old money në new money. Si ndryshojnë nga old money në new money? Zakonisht pronarët old money janë pak më të qetë dhe nuk kanë aq shumë teka sepse duan thjesht tani të shijojnë çfarë ju ka mbetur edhe se zakonisht janë një moshë pak më të madhe, ndërsa pronarët new money janë më tekanjoz sepse është një pasuri e re, një lodër e re që i themi ne për jahtet, edhe duan ta tregojnë që kanë, duan ta shijojnë në gjithë. Dhe janë ata që shpenzojnë më së shumti. Ka pasur pronarë të cilët kanë lindur dhe në jahte, pra që kanë pasur jahte dhe baballarët e tyre gjyshin? Po, kanë punuar për disa amerikanë që kanë pasur industrinë e jahteve në familjen tyre të trashëguar. Po. Pra që kanë pasur që prej vitesh jahte, ke pas dhe nga këta të rit që i kanë bërë vetë. Vitet e fundit. Është shumë e vështirë të shërbesh në jahtë? Është punë e lodhshme? Është e lodhshme patjetër. Në ç'kuptim? Është e vështirë, më shumë e lodhshme është janë orët e gjata ndonjëherë, fakti që je në mes të detit pothuajse shumicën e kohës, ta bën më të vështirë, pra nuk ke një jetë normale siç mund të kisha një profesion tjetër, por është një punë shumë e bukur. Sa orë ka qelluar të punosh pa ndalim? 16. Ndonjëherë 18 orë. 18 orë, pa fjetur fare, domethënë në shërbim. Kur ka guest, kur ka të ftuar. Po, zakonisht ndodh kur është ndonjë party, ndonjë Christmas, domethënë Krishtlindje, ditëri, festat kryesisht janë ato që janë më të zgjatura, ndërsa ditët normale janë 12-14 orë. Pra në 10 vjet karrierë ti ke nisur nga një ndihmëse thjesht, po junior stewardess në shefe e shërbimit në një prej jahteve më të mëdha të botës. Ë? Po. Shumë e çuditshme është kjo. Ndërkohë, dua të bëj 2-3 pyetje që lidhen me industrinë e jahteve. E para, ti ke shëtitur pothuajse të gjithë oqeanet e botës? Po, me jahtë, po. Mirë, kush ka qenë udhëtimi më i gjatë? Ka qenë udhëtimi nga Shqipëria, në thonjza nga Saranda deri në Australi. Nga Saranda deri në Australi? Po, në Saranda deri në Australi 16 muaj. 16 muaj? Po. Me shumë ndalesa, prandaj ka zgjatur kaq shumë. Kush e di çfarë udhëtimi? Me sa metra ishte jahti që bëri? 45 metra. Po nuk kishte det, nuk kishte stuhi, nuk kishte siklete me 45 metra jashtë? Ka shumë siklete, ka qenë një udhëtim shumë i vështirë, por si mund të rri njeriu 16 muaj në domën e vogël të jahtit? Po, okay, 16 muaj ka qenë i gjithë udhëtimi, por patjetër kemi pasur shumë ndalesa, por mua ka qenë një nga udhëtimet më të bukura sepse kemi arritur të zbresim në tokë, të shijojmë vende që kemi vizituar. A ju zbrisni edhe në tokë? Po, patjetër. Dhe rrini, keni kohë të lirë në tokë? Po, shumicën e rasteve po, sidomos kur bëhet fjalë për udhëtime kaq të gjata që dhe vetë ftuarit kanë dëshirë të rrinë për më shumë se 2-3 javë, lejohet edhe për krun që ti shijoj vende që vizitohen. Sa interesante që nga kjo, domethënë ti u nise nga Saranda dhe përfundove në jug të Australisë, Tasmani do kesh qenë. Kush ka qenë vendi më i bukur që ke parë gjatë këtij udhëtimi? Dua të them Raja Ampat. Raja Ampat në Indonezi, ka që bukur është? Është një nga vendet më të bukura, ndoshta edhe për shkak të vështirësisë është shumë e vështirë të shkosh atje dhe nuk është komplet e virgjër, natyrë e virgjër, e paprekur nga dora e njerëzit, një nga vendet më porrallore, me ato ishujt e vegjël, shumë vend i bukur. Ndërkohë që ti punon sot një nga jahtet më të mëdhenj të botës, sa ka ndryshuar industria e jahteve në 10 vitet e fundit dhe në botë?
Ka ndryshuar pafund. Tashmë nuk është më aq e vështirë për aksesin e jahteve sa që mund të ketë qenë para 10 vitesh, edhe nuk është më një gjë aq e pa parë në thonjza apo e pa prekshme. Para shumë vitesh një jaht 45 metra konsiderohet një jaht gjigant, tashmë një jaht 45 metra është një jaht normal apo i vogël, gjë që është qesharake për ta thënë, sepse mbetet përsëri një jaht me miliona euro vlerë. Tani po shkojmë drejt jahteve më të mëdhenj, 160 metra, 180 metra. Pra po Ti the që ky jahti ku ti punon kushton rreth 600 milion euro. Po për të marrë me qira, sa kushtojnë jahtet? Një jaht tek 50 metra, po themi. Kjo varet shumë, ka shumë faktorë që ndikojnë, por minimumi 2 milion euro. 2 milion euro? Po. 2 milion euro? 2 milion sa, për sa ditë? Për një javë, në varësi të 2 milion euro për një javë, pa llogaritur shpenzimet e tjera. Pa llogaritur shpenzimet. Karburantin, shërbimin, ushqimin. Sa më i vogël jahti, aq më pak është. Për shembull, një jaht 40 metra mund të shkojë 400.000 euro java, 350, në varësi të itinerari që bën. Po sa më shumë rritet, do më thënë, edhe bota e jahteve në vetë po ndryshon thellë. Patjetër që po. Tani, pse jahtet e mëdhej, po themi, se jahtet vegjël kam parë nuk ndalojnë Bregdetin shqiptar, vinë nga Italia drejt Greqisë, kalojnë para Bregdetit tonë dhe nuk ndalojnë. Kryesisht është mungesa e infrastrukturës, mungesa e një porti. Për të imbarkuar në një jaht apo thjesht për të zbritur, jahtet e tilla kërkojnë mjete pak më të sofistikuara, pra dhe vende më të sofistikuara. Shqipëria njihet për turizmin e bukur dhe për detin që ka, po patjetër kuptohet dhe nga të ftuarit dhe kapitenët që akoma nuk është në nivelin ku duhet. Krahasuar me vitet e para kur ti nise, ka ndryshuar perceptimi për Shqipërinë në botën e detit, pra në jahtet? Po, ka shumë kapitenë që duan ta vizitojnë edhe rrjedhimisht dhe pronarë që dëshirojnë të vinë, por është gënje ndoshta gjatë rrugës kur shohin që po shërbimi është problematik në Shqipëri? Është problematik. Është problematik sepse aq më tepër për çdo njeri është problematik, edhe për njerëzit e thjeshtë, po për bilionerë të tillë pretendojnë nivelin më të lartë të shërbimit që ka vende ku mund ta gjejnë, por shumë e vështirë. A ka industri jahte në Shqipëri? Ka shumë e vogël, është e vogël çdo më thënë. Pra bëhet fjalë me jahtet shumë të vogla që akoma nuk e kanë konceptin e jahteve të mirëfillt që ndodh në qoftë edhe në Maltëzi, pra jo shumë larg nesh. Është një turizëm që ka nevojë për shumë përmirësim. Domethënë ti thua që do zhvillohet industria jahte? Po, jam shumë pozitive. Ti po merresh me këtë gjë? Po, unë kam krijuar dhe platformën e parë në Shqipëri për krut në jahte, qoftë brenda apo jashtë. Për ti trajnuar? Po, për ti trajnuar, konsulencë për jahte se si mund ta zhvillojnë jahtin e tyre dhe nivelin e shërbimit, dhe çdo gjë që ka lidhje me interiorin. Dua të sjell eksperiencën dhe njohuritë që kam marrë në Shqipëri. Mund ta bësh? Do e lësh jahtin? Nëse ja vlen, patjetër që po. A është e bukur të punosh në jahtë? Është një nga punët më të bukura. Nga je me origjinë? Nga Burreli. Po çdo nga Burreli në jahtë, se më thoshe nga Shëngjini, nga Durrësi, nga Vlora, nga Saranda, po ç'ne? Nuk e di origjina, nuk ka lidhje fare, po pasioni për detin ka shtyrë që ta. Kush janë detarët më të mirë në stafet që ti ke punuar? Anglezët. Anglezët, po pse? Ndoshta për shkak të historisë të tyre dhe infrastrukturave që mund të kenë, por janë ndër më seriozët edhe më të mirët si kapiten. Britanikët janë kryesorët, Po. Këtë se kisha nuk do ta besoja dot. Ndoshta është eksperienca ime e tillë që kam punuar shumë me shumë prej tyre, por janë ndër më të mirët. Atëherë unë vetëm të falenderoj dhe shpresoj që ti do kthehesh prapë tek jahti. Është për pushime në Shqipëri, jaht 140 metra, 600 milion euro, shefja e shërbimit shqiptare, Erdona Test Mbar. Faleminderit.